Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka zgjedhur mësojnëtoren e parë shqipe në qytetin e Korçës për të treguar gjendjen në të cilën është katandisur arsimi shqiptar sipas tij, ndërsa ka përsëritur edhe një herë tezën e një rilindje kombëtare, ndërsa ka vizituar shkollën e parë e cila është hapur pikërisht në 7 mars 1887. Rama theksoi se në muret e kësaj shtëpie kujtohen vargjet e Naimit të Madh për Korçën. Në muret e kësaj shtëpie e kupton shumë qartë çdo kush sepse Naim Frashëri i thuri Korçës vargje ku tha ta paqim për jetë hua. Utilizoja domosdoshmërinë që një rilindje shqiptare të kthej syt, zemrën dhe mendjen nga arsimi dhe edukimi për të kthyer mësuesve të gjithë dinjitetin e humbur të autoritetit të tyre dhe për të dhënë mundësi që bëhen ata që ata mund të jenë pika e referimit për çdo fëmijë, për çdo nxënës, për çdo student. Një ditë më parë, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama gjatë një takimi me strukturat e asamblesë në Korçë ka ripërsëritur thirrjen ndaj të rinjve për angazhime në politikë, pasi sipas tij ata që i qëndrojnë politikës larg bëhen pengje të saj.